Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, unë jam Athime Samargjiu, ky është Euronews Albania, do të jemi bashkë deri në orën 15 për sjellse këtu zhvillimet më të fundit. Do ndalim pa tek ajo çfarë ndodh në Francë, në Belgjik me gjyqin e Françopias, ku gjyqi ndaj tij në ndërtesën e Pallatit Drejtësisë u ndërprer 24 orë për shkak të pranisë së bubrecave në sallën e gjyqit të hënën. Një nga anëtarët e juristë gjatë gjyqit pa që bubrecat po i zhvarriteshin në krah, kështu që pas pushimit të drekës, kryetari i trupës gjykuese vendosi të shtyhet seanca në mënyrë që të merreshin masën. Nuk duhet vë askënd në rrezik, as anëtarët e jurisë, as avokatët, as pandehurit, as kënd, tha kryetari i trupit gjykues, duke justifikuar shtyrjen deri të martën pasdite. Dhe për të mësuar më shumë për këtë proces me goxha interes, kam kënaqësi të kem nga Brukseli kolegun Jul Kasapi. Jul, kënaqësi të kem në këtë bisedë. Faleminderit që u bashkove. Faleminderit ju për ftesën. Jul, tani duket pak qesharake, domethënë. Bubreca në sallë gjyqit. Po tani duhet kuptojmë që Pallati i Drejtësisë në Belgjik është qindra vjeçar, prej disa kohësh i është nënshtruar një rregullimi, një rikonstruktimi, po bëhet fjalë vetëm për fasadën, ndërkohë që ambientet e brendshme vijojnë të mbeten të vjetra. Dhe patjetër, antarja e trupit gjykues pasi ka parë një buburrec ashtu siç thuhet dhe në mediat këtu në Bruksel, ka ndërprer menjëherë seancën në ngarkim të Françopias, por edhe 8 personave tjerë të arrestuar sa i përket trafikut ndërkombëtar drogës, por edhe një prej vrasjeve e cila ka ndodhur në Molenbeek, bëhet fjalë për Argjit Spahiun. Seanca është ndërprer, ndërkohë që antarja e trupit gjykues ka thënë që të gjitha rrobat duhet lahen në 90 gradë dhe më pas të futen në frigorifer. Nuk e kuptoj pse, megjithatë është kërkuar një dezinsektim, me sa duket, të gjithë jo vetëm rrobave, por edhe të gjithë ambienteve. Faktikisht është përqeshur, megjithatë nga ana tjetër gjyqi ndaj Çopias grupit është tepër serioz. Okej, për këtu duhet ndalim, padyshim kjo ishte më shumë për të kuptuar çfarë ndodh në seancë, por ndalim dhe pse është më kaq i rëndësishëm në Belgjik ky gjyq. Faktikisht është i rëndësishëm sepse për Franz Çopian ose Franz Gergely, siç njihet këtu në procesin gjyqësor, është një ndër ekstradimet e para që Belgjika ka bërë përgjatë vitit në vitin 2023, ku e ka tërhequr Franz Çopian nga Dubai dhe e ka sjellë në Belgjik. Pritej me shumë interes hapja ose nisja e procesit gjyqësor, nisja e cila sa duket ka ndodhur në dhjetor të vitit 2025, bëhet fjalë për Franz Çopian dhe 8 persona tjerë të cilët janë të arrestuar në kuadër të procedimit i cili ka nisur për trafikun ndërkombëtar të kokainës. Kujtojmë dhe të gjithë dosjen e SKS-së të cilën e kemi lexuar, ku bëhet fjalë për një nga transportet më të mëdha ose historike sa i përket grupeve kriminale shqiptare, sepse në një ditë është arritur të transportohen nga Amerika Latine drejt Bashkimit Evropian 15 ton kokainë, dhe ky është rekordi, ashtu siç vetë Franz Çopia flet me antarët e grupit kriminal që bëhet fjalë për një rekord të cilin nuk e ka arritur askush. Veç historisë të trafikut ndërkombëtar të kokainës bëhet fjalë dhe për një nga vrasjet e cila po ashtu lidhet me trafikun e kokainës, bëhet fjalë për eliminimin e Argjit Spahiut, ngjarje e ndodhur në Molenbeek, nuk më kujtohet saktë viti, por që patjetër që ka në fokus trafikun ndërkombëtar të kokainës, por edhe përplasjet mes grupeve kriminale të cilat kanë operuar përgjithsisht në Belgjik. Pritet me shumë interes, do të shohim se çfarë do ndodh, por nga ana tjetër pritet që edhe autoritetet belge në bashkëpunim dhe me autoritetet tjera të furnizojnë akoma më shumë autoritetet shqiptare, në këtë rast prokurorinë e posaçme, sa i përket të gjitha bisedave apo të gjitha hetimeve të cilat me sa duket do të përfundojnë këtu në Belgjik, sepse trafiku ndërkombëtar i kokainës nuk është bërë vetëm në Belgjik, por një pjesë e madhe e kokainës ka shkuar dhe drejt Holandës. E kuptoj, ndërkohë vëmendja padyshim e autoriteteve është tek fakti që ti me drejtë the, madje edhe kolegu Tan Hoxha dje tha, ka kërkuar se kisha edhe tani ndje dhe po flisin për
për shumë tema, po folim edhe për këtë që ka qenë i pari ekstraduar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, e ka kërkuar me forcë. Autoritetet belge ka shkuar dhe vetë ministri i drejtësisë disa herë vetëm për Frans Shopjan, por përveç autoritetet drejtësisë nga opinioni publik, a ka vëmendje ky proces gjyqësor Jul apo jo? Përgjithsisht në Belgjik nuk është se ka vëmendje kronika ose siç është këtu ne. Kronika e zezë. Përgjithsisht këtu nuk ka vëmendje fare, megjithatë të paktën sa i përket Belgjikës, por edhe Shqipërisë, patjetër që bëhet fjalë për një goditje të madhe, nuk është se ka pasur kaq shumë vëmendje ose të paktën të flitet kaq shumë Belgjik apo ministri i drejtësisë për grupe kriminale, patjetër që Belgjika në historinë e saj ka njohur dhe goditje të grupeve kriminale ndoshta më të fuqishme se sa rasti Çopja, por ajo që ka vëmendje të madhe është ajo që thash pak më parë, se bëhet fjalë për një nga trafik ose të paktën një nga hyrjet më të mëdha të kokainës në Bashkimin Evropian. Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për Belgjikën, bëhet fjalë edhe për Holandën, ku siç ju thash 15 ton kokainë janë shumë. Më pas patjetër që ka dhe shtete tjera të cilat janë përfshirë në marrje dhe dhënie informacioni, siç është Gjermania, sepse pjesa më e madhe e kokainës ndonse hynte në portin e Anversës apo ndoshta shkonte dhe magazinoi në Holand, pjesa më e madhe e saj shitej në Gjermani dhe patjetër që në Gjermani shitej me një çmim kaq shumë të ulët saqë kishte arritur të prishte edhe tregun e shitjes së kokainës, kur flas shitjes jo në sasi të mëdha, po në doza të vogla. Dhe patjetër që bën deri diku një farë interesi publik, po paktën interes publik për pjesën shqiptare, jo për pjesën belgjike. Okej, ndërkohë Jul, tani qëndrojmë pak te situata në Belgjik. Kush janë ende shqiptarët ata që janë? Padyshim do jenë shqiptarët, por e kontrollojnë ata trafikun apo jo? Dhe kush janë grupe, le themi, apo janë të rinj që të panjohur, të paskeduar më parë në Shqipëri, apo mund të themi diçka? Unë e kam thënë dhe herë tjetër, shiko, ne i bëjmë ndonjëherë shqiptarët sikur janë ata që kontrollojnë trafikun e kokainës, por në të vërtetë nuk është kështu. Pse nuk e kontrollojnë shqiptarët, Jul? Patjetër që jo. Ka grupe të cilat kanë operuar më herët se sa shqiptarët në Belgjik, grupe të cilat kanë operuar më herët dhe në Amerikën Latine, ndoshta shqiptarët përmenden kaq shumë kjo edhe për shkak të marketingut që vetë ne shqiptarët i bëjmë shqiptarëve dhe nuk i bëjmë marketing në të mirë, po i bëjmë marketing në të keq. Ka grupe marokene, ka grupe serbe të cilat operojnë në Amerikën Latine, ka grupe malazeze, kroate, të cilëve ne ndonjëherë nuk ja kemi dëgjuar emrin dhe kur vjen puna prapë edhe në Amerikën Latine dëgjojmë për shqiptar. Patjetër që ka grupe kriminale të cilat operojnë, ka pasur, por që nuk mund të them se janë ata të cilët kontrollojnë të gjithë trafikun ndërkombëtar të kokainës. Kemi një rast siç ishte Frans Shopja, patjetër që 15 ton kokainë nuk është një sasi e vogël, bëhet fjalë për sasi shumë të mëdha, por që 15 ton kokainë, nga ana tjetër kishim një serb i cili është arrestuar, është dënuar dhe ka sjellë 60 ton kokainë në Belgjik. Se nuk e kemi dëgjuar shumë emrin këtij personi. Megjithatë, patjetër që shqiptarët kanë influencën e tyre, sidomos në Belgjik. Tashmë kanë filluar edhe në Amerikën Latine duke krijuar për atë zinxhirin e pandërprerë që në vendet e origjinës dhe më pas drejt Bashkimit Evropian apo dhe shpërndarjes në vende tjera, por që në mendimin tim nuk mund të them se janë ata që kontrollojnë çdo gjë. Okej. Jul, në fakt ne kemi biseduar bashkë për shkak të problemeve shëndetësore, kishim të pamundur të bisedonim atë periudhë pas arrestimit të Maduros. Tani ndalim pak te kjo çështje, sepse ti ke qenë atje në ato territore dhe ke parë shumë mirë atje tani si është e vërteta trafiku drogës dhe rolit Maduros. Pra nga ajo që ti ke parë, si në Ekuador, si në Kolumbi, në gjithë zonën ku ke qenë, tani a kishe indicie, paktën ti si gazetar, arritu të kuptoje që ishte shteti venezuelian pas gjithë shkaje, pra ishte dukshme kjo pjesë? Tani Maduro filloi të përmendte edhe shqiptarët. Pikërisht për shkak të pikërisht për shkak të këtij marketingu të keq që i bën shqiptarë, por që në vërtet nuk ishte as person përfshirë në trafikun ndërkombëtar të kokainës, paktën në Venezuelë.
Patjetër që Venezuela, ashtu si dhe vendet tjera të Amerikës Latine, të cilat janë prodhuese të kokainës, me sa di unë Venezuela nuk është, por që di që në ana tjetër vendet prodhuese janë Bolivia, Kolumbia, Peruja, dhe patjetër që kanë furnizuar dhe vende si Venezuela, por që unë mendoj se nuk ka pasur ndonjë operim kaq të madh të paktën të grupeve kriminale në Venezuelë. Dihet tashmë që grupet kriminale, përfshirë dhe ato shqiptare, shumica prej tyre janë të vendosur në Ekuador, sepse është porta dalse e të gjithë tregut të kokainës, e të gjithë trafiqeve të cilat bëhen, dhe duhet kuptojmë nga ana tjetër që kufijt mes Perus, mes Kolumbis, Bolivis me Ekuadorin janë kufin shumë poroz, aty mund të kalosh në këmbë ku askush nuk të kontrollon dhe trafiku bëhet kaq shumë i thjeshtë, jo vetëm nëpërmjet kufijve toksor, por edhe nëpërmjet një vendi si Ekuadori ku monedha është dollari. Pra, monedha kryesore në Ekuador është dollari dhe dollari është po e njëjta monedha e cila përdoret më shumë në trafikun e kokainës, përfshirë këtu dhe Shtetet e Bashkuara. Nuk e di, ndoshta janë qëllime politike sa i përket pjesës Venezuelës me presidentin Maduro, i cili tashmë u arrestua dhe akuzave që vetë Trump fliste se goditëm këtë anije, goditëm dhe këtë, por nga ana tjetër unë di që trafiku më i madh i kokainës drejt Bashkimit Evropian nuk vjen nga... Jo, nuk po flasim Bashkimin Evropian, po flasim për SBA-n, sepse Maduro u arrestua për shkak le themi dyshime që ka bërë trafik dhe ka qenë kreu i kartelit të diellit për trafikun në Amerikë. Tani ky karteli i diellit tregon pak. Me të njëjtat dyshime i bie që Trump tashmë të sulmojë dhe Kolumbin, të sulmojë dhe Ekuadorin, të sulmojë sepse nga Ekuadori është trafiku më i madh i kokainës i cili shkon nga Ekuadori drejt Shteteve të Bashkuara. Dhe tani i bie që të sulmojnë gjitha këto vendet, të cilat bëjnë trafikun ndërkombëtar të kokainës, por u gjet Maduro, karteli i diellit ndoshta ka dhe prapavi tjetër, nëse jo politike, por edhe për çështjet naftës. Megjithatë, mbetet për të parë se si do të jetë procesi ndaj Maduro. E kuptoj. Por ju tani, duke u ndarë tek pjesa tek ajo që thashë të pyeta, le themi nga kishe indicie që ishte Maduro kreu i trafikut nga Venezuela për drejt SBA-s ndjes. Pra, nga jo që ti shikojnë terren, pra nuk e di, dilte kurkund të Venezuela dhe zyrtarët të Venezuelës në biseda që ti ke zhvilluar on record apo off records? Unë kur kam qenë në Ekuador, kam pasur mundësi të marr një intervistë prokuror. Po. Sepse ndryshe nga Shqipëria, atje autoritetet japin llogari përpara medias. Në Shqipëri dalin ministra dhe nuk flet askush. Domethënë në Shqipëri nuk pranohen pyetje, në Shqipëri dalin ata dhe flasin çfarë duan vetë. Të paktën në Ekuador, imagjinoj, në Ekuador, flisnin prokurorët. Unë mora një intervistë me prokuror dhe me aq sa kam biseduar atje, nivelet më të larta të cilat janë të përfshira në trafikun ndërkombëtar të kokainës mund shkojnë deri në sistemin e drejtësisë. Ashtu pak a shumë siç ndodh ndonjëherë edhe në Shqipëri. Flasim pra në Ekuador, pra në Ekuador të shkojnë deri në këtë nivel. Okej. Deri në këtë nivel. Nuk mund të flitej për president të përfshirë në trafik ndërkombëtar kokaine, patjetër që kemi pasur një dosje e cila përfshinte një mik të presidentit të Ekuadorit, por megjithatë niveli më i lartë është deri tek sistemi i drejtësisë, tek gjyqtarët, tek efektivët e policisë, i cili ishte një problem shumë i madh dhe ndonjëherë krahasimi bëhet me Shqipërinë, se si segmentet caktuara të policisë dekonspirojnë operacionet prokurorisë, se si ndonjëherë dhe pjesëtar apo pjesë e sistemit drejtësisë siç janë prokurorët bëhen palë me krimin organizuar dhe deri tek deputetët. Patjetër që pak a shumë është e njëjta histori si në Shqipëri dhe në Ekuador, vetëm se në Ekuador grupet kriminale kontrollojnë një prej qyteteve më të mëdha siç është Guayaquil, qyteti i cili ka mbi 7 porte dhe tek të 7 portet kalon e gjithë kokaina e cila shkon jo vetëm drejt Bashkimit Evropian, por edhe drejt Shteteve të Bashkuara, ka lidhje me kartelet meksikane dhe patjetër që historia është që ku kryesisht pak
Ekuadori përmendet më shumë si vendi që ka lidhje pra me gjithë trafikun ndërkombëtar të kokainë. Po a mendon që do ndryshoj diçka, Jul, se di që ke angazhime dhe më do të mbaj gjatë. Dhe këtë pyetje të fundit, mendon që do ndryshoj diçka me goditjen e Maduros në trafikun e kokainës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës nga pjesa Atlantikut, jo nga pjesa e pajësorit? Patjetër që jo, trafiku do të vijojë. Patjetër që jo. Patjetër që jo, trafiku do të vijojë. Do të vijojë sepse nuk është vetëm Venezuela, siç u thash, ka vendi i cili mban rekordin për trafik ose të paktën në vitin 2021, kur unë kam qenë në Ekuador, nga statistikat atje, dite se një pjesë shkonte drejt Bashkimit Evropian, ndërkohë që pjesa tjetër e kokainës shkonte drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nisi nga Ekuadori. Tani Venezuela është i pikë, po sa shtete tjera dhe sa vende tjera shkojnë drejt Shteteve të Bashkuara. Jul Kasapi, shumë faleminderit. Kënaqësi të kisha në këtë bisedë. Turoj një ditë sa më të mbarë dhe një vit ditë sa më të mbarë. Përshëndetje dhe faleminderit për gjithë detajët që solle. Ishe kolegu Jul Kasapi nga Brukseli, me cili u ndalën pak tek gjyqi i Franshopjes, por edhe tek zhvillimet në Amerikën Latine. Si një nga gazetarë që ka qenë në terren, ka zhvilluar dokumentar në Ekuador, Jul Kasapi, dhe ka sjellë realitetin për media shqiptare.